Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për vajza nisi në mënyrën më të mirë fazën kualifikuese të Botrorit 2027. Kombëtar futbollistët kuqezi të drejtuara nga trajneri shkodran Ermir Grima sfiduan në transfert kombëtarën e Malit të Zi dhe fituan me rezultatin 2-1. Pas një pjese të parë me raste në të dyja portat respektive, por të mbyllur pa gola, në 45 minutat e dytë vijnë 3 golat e kësaj ndeshje, 2 në portën malazeze dhe 1 në atë të Shqipërisë. Një pjesë e dytë e dominuar nga kombëtarja kuqezi, por në momentin më të mirë, vendaset kalojnë avantazh me golin e realizuar në minutën e 67 nga kapitenja Kuqi. Barazimi nga skuadra jonë vjen shumë shpejt pas 3 minutash fal golit të kapitenes Doçi. Krasniqi dërgon bukur top në zonë ku Doçi ndodhet në vendin e duhur dhe realizon 1-1. Në minutën e 76 vjen edhe goli i avantazhit për Shqipërinë, sërish protagoniste është Megi Doçi, e cila shënon një Eurogol nga goditja e dënimit, duke vullosur rezultatin 2-1 për Shqipërinë. Një fitore me karakter besim dhe shumë dëshirë nga skuadra jonë. Pas saj fitore shumë të rëndësishme, vinë për rëndësimet e trajnerit Grima, Megi Doçit dhe Arbenita Curajt. Fitoria gjithmonë është e mirë dhe gjithmonë shijon. Ishte e mundimshme në disa këndvështrime të mijat. Nuk ishim ekip që ne u do të me zgjidh shumë më shpejt neshin, realisht, por për fund fitoria është ajo që na ngroh, edhe jam i gëzuar dhe i lumtur për këto 3 pikë. Dhe sidomos për vajzat për atë qëllam fush. Është kënaqësi shpirtërore, fitoria është ajo që na motivon, ne për fitore kishim marrë dhe ardhëm në objektive, morëm, pavarësisht se me shumë vështirësi, por për fund është fitore dhe ne për fitore ardhëm të jena të lumtur që kemi këtë fitore dhe tash i mendojmë për check-in që të marrim aty një rezultat pozitiv. Shumë emocionuar për fitoren e ekipit, ndoshta nuk e nisëm mbar atë pjesën e parë, duke pas parasysh edhe fusha nuk ishte shumë e mirë, gjithashtu ishte shumë e butë, gjithashtu edhe topat ndoshta kanë ato problematikat e tyre, por me kalimin e minutave ekipi e tregoi lojën e saj dhe sulmum, krijuam raste dhe vjen shumë mirë që fitume. Nuk është të ndryshuam shumë në sistemin e lojës, ndoshta e shtuam më shumë dëshirën për fitore, edhe ndoshta ky karakteri i fortë që neve na karakterizon si skuadër, që treguam edhe gjithashtu edhe sot, bëri që ta përmbysim rezultatin dhe të marrim të 3 pikë kaq të vlefshme për ne. Sipas kalendarit të kualifikueseve, kombëtarja e futbollit për femra ndeshjen e dytë do ta luajë kundër Çekisë me 7 mars në orën 18 në stadiumin Loro Buriqi, ku organizatorët kanë vendosur që hyrja në stadium të jetë falas.